Kryeministri Edi Rama ka konfirmuar konferencën ndërqeveritare më 26 maj në Tiranë. Ai sulmoi opozitën sa i takon skepticizmit të saj, sa i takon rrugës drejt integrimit. Kryeministri në podcastin e tij të përjavshëm u ndalte disa nga temat e nxehta të zhvillimeve politike në vend. Ai tha se Shqipëria nuk e ndal asgjë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Gjetëm një interes të shtuar për Shqipërinë, një dëshirë të lexueshme për bashkëpunim dhe për forcim të miqësive të natyrshme mes vendesh demokratike. Në konferencën aziatike të leadershipit, pata rastin të flas si i ftuar nderi, me një përfaqësi të gjerë të komunitetit ekonomik të kësaj pjese të zhvilluar të botës. Fola për transformimin e madh të Shqipërisë nga izolimi drejt bashkimit me Europën dhe më pas në takimin me kryeministrin Kim Men-suk u ndalëm në mundësitë për zgjerimin e bashkëpunimit në inteligjencë artificiale, teknologji digjitale, industri ushtarake dhe turizëm, duke cekur po ashtu simbolikën e takimit që përkon me 35 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve tona. Aty takuam gjithashtu një sër kompanish të mëdha, prestigjioze, ku konstatuam një interes gjenuin për Shqipërinë, si shembull suksesi dhe si destinacion investimesh të mundshme. Më pas, këtu në Tokyo, vizita e konfirmoi rritjen e nivelit të marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Japonisë. Ishte vërtet një nder i veçantë pritja me ceremoninë e lartë shtetërore nga kryeministria Sanae Takaichi, me të cilën krijuam menjëherë një komunikim të drejtë për drejtë dhe miqësor. Diskutuam zgjerimin e bashkëpunimit në ekonomi, në teknologji, në energji, mbrojtje dhe po ashtu edhe këtu turizëm. Siç u theksua më pas nga kryeministria në statusin e saj, mbështetja e Japonisë për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk ishte thjesht një mesazh formal, po një shprehje e respektit të Japonisë për suksesin tonë në rrugën e transformimit historik të shtetit shqiptar në një shtet vibrant, demokratik dhe në zhvillim të vazhdueshëm e të qëndrueshëm. Ishte kënaqësi dhe nder më vete dhe ftesa për të folur në Universitetin e Kombeve të Bashkuara në Tokyo, ku ndava me student, diplomat dhe akademik historinë e transformimit të Shqipërisë, fazën ku ndodhet sot procesi i negociatave me Bashkimin Evropian, si dhe pikpamjet tona për të ardhmen e Europës së përbashkët. Të mbushura me energji pozitive ishin edhe takimet me strukturat e parlamentit, kryeparlamentarin e Japonisë, deputetët e Ligës Miqësve të Shqipërisë, si edhe me komunitetin e sipërmarrjes japoneze. Por besoj se ajo që ka rëndësi mbi të gjitha është fakti se sot Shqipëria ka hyrë krejt natyrshëm në hapësira dialogu dhe partneritetesh ku deri jo shumë vite më parë do të ishte vërtet e vështirë edhe të imagjinoj respekti që ka sot bota për vendin tonë. Antare në Bruxelles, për raportin e detyrave të kryera nga Shqipëria pas çeljes së të gjithë kapitujve të negociatave. Ai ballafaqim mori kohën e vet, në ndërkohën që molotovarët e Tiranës u lshuan të dëshpëruar në një ofensiv të pashoqe energjie negative, u lshuan rrugëve për ta djegur me do e mos Shqipërinë në sytë e botës, gëzonin si fëmijët kur fotot e kazanëve me flak apo të molotovëve të flakadanëve që hidheshin nëpër Tiranë bënin xhiro në median e botës. Mblidh benzinë, hidh bomba artizanale me vandal të paguar. Ulshuan po ashtu kanaleve, portaleve të Shqipërisë për t'i helmuar shqiptarët. Mblidh dhe hidh jarg urrejtje politike
pasqyrë më pasqyrë. Ulshuan në për Europë me thas, balte e lumi proverbiale, krejt, edhe ajo që ka ndodhi me të ashtu quajturën vizitë traditore në Ministrinë e Jashtme në Berlin. Në fakt, për ta zhgaravitur Shqipërinë në sytë e partnerëve tanë kudo ku ishte e mundur, mblidhu e hidhu lart e poshtë për të kërkuar ndëshkim, bllokim, izolim për Shqipërinë, duke lënë kokrën e namit si asnjë opozit tjetër në historinë e integrimeve europiane të vendeve që sot janë pjesë e Bashkimit Evropian apo synojnë të bashkohen me të. Thanë se rruga europiane ishte bllokuar, thanë se Shqipëria ishte më në fund dëshkuar, thanë se qeveria jonë ishte krejt e izoluar. U gënjyen se gjithnjë nga ajo mendja e tyre e cekët dhe mbrapsht dhe në fund humbën me turp. Dhe Shqipëria fitoi përsëri me mund, me dinjitet dhe me krenari kështu më 26 maj në Bruksel, konferenca ndërqeveritare Shqipëri Bashkimi Evropian vullos përmbylljen me sukses të fazës hyrëse dhe hap fazën përfundimtare të negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kemi ngjitur një tjetër lartësi të vështirë, drejt majës ku do të arrijmë me çdo kusht brenda kësaj dekade dhe ku do të vendosim flamurin e Skënderbeut dhe të Ismail Qemalit aty në oborin e shtëpisë madhe të Europës së Bashkuar.